Agjencia e Punësimit e Republikës së Kosovës ka shpallur thirrje për aplikim në trajnimin instalimi dhe mirëmbajtja e sistemeve solare. Udhëheqësi në qendrën për aftësim profesional në Gjakov Arbër Zhubi tha se kushtet për realizimin e këtij trajnimi në qendër janë shumë të mira. Agjencioni i Punësimit, bashkëpunim me donatorë të jashtë, ka lansuar një profesion për mu aftësu për diçka të re, është inovative, bëhet fjalë për instalimin dhe mirëmbajtjen e sistemeve solare, gati që mujmë me thonë se një vit vetëm kemi filluar përgatitjet dhe tani ka ardhur deri te finalizimi dhe pritet gjatë muajit shkurt vetëm të fillojnë grupet e para për të aftësuar këtë profesion, i cili është shumë interesant edhe për Kosovë dhe për qytetin tonë. Ky projekt është në 2 komuna, fillon me Prishtinë dhe Gjakov dhe pastaj të zhvillohet me tutje edhe në komuna tjera. Ai shtoi se pritet interesim i madh nga qytetarët pasi energjia solare është gjithnjë e më kërkuar në treg dhe aftësimi në këtë fushë zgjon interes të veçantë. Mendoj se është interesimi do të jetë shumë i madh, sepse pritet në komunën tonë të ketë shumë kompani të cilat do të mirën me këtë biznes, edhe normal kërkohet njerëz të aftësuar sa më mirë për ta kryer këtë punë. Aplikantët duhet të jenë të regjistruar në zyrën e punësimit në komunën e tyre dhe të jenë mbi moshën 18 vjeç. Përparësi do t'u jepet kandidatëve që kanë përfunduar trajnime në instalime elektrike ose arsimin e mesëm profesional në fusha të ngjashme.